aty jemi familja që do thotë unë jam shumë i përmbushur dhe shumë i lumtur që e kam një familje të mrekullueshme, ku do thotë kam 2 vajza dhe 2 djemt, që djemt aty i kam... Fala, i ke 2 nga 2 binjaka, po se ashtu po duken? Djemt i kam binjak. Djemt binjak, oke. Vajzat jo. Vajzat jo. Si i kanë emrat? Atëherë, Malvina është vajza madhe, vajza dytë është Arja. Arja. Do thot emri i Arjes më ka pëlqyer shumë sepse është Arja që në gjuhën italiane e nënkupton këngën. Do thot e kemi lidh me këngën, e kemi Paridin dhe e kemi Tianin. Oke, dhe këta emra rolesh, ke vendos ti apo bashkëshortja? Jo, çfarë është bashkëshortja me profesion? Bashkëshortja është farmaciste, e diplomuar, se kemi studiu bashk me bashkëshortën në Tiranë. Okej. Kurse djemë, do më thonë, Paridi dhe Tiani, janë emra pak më ndryshe se emrat e muzikës. Paridi diçka përkon me emër pak si ma i fort, kurse Tiani, emër pak ma... Tani, njëri këngëtar, tjetra farmaciste, cili e shëron cilin? Ti me këngë apo ajo me ilaçe? Po tani, sigurisht që bashkëshortja, Arjeta, do thotë, kur kemi ndonjë koncert që nuk ndihemi mirë me vokalin, gjithmonë marrim këshillat e bashkëshortës, përderisa është edhe farmaciste, dhe këshillat gjithmonë janë që japin efekt të mirë. Ilaçet, po, pjesa jote, ti me këngë, a i ke kënu nëjherë, si kur kjo roka mandolinën, apo a i ke kënu nëj... Po pa tjetër, kur kemi... Serenat, si në kërë. Ndonjë serenat, po, ndonjë serenat shtukarqare, se ato janë bukra, i këndojmë edhe bashkë, se edhe Arjeta do të thotë e ka veshin muzikor, kështu që këndon mirë. Po fëmijët? Me thonë drejtën edhe fëmijët e kanë trashëgu talentin, sepse gjithë fëmijët, kur e kemi një lloj testi që e bojmë, ata e kanë talentin. Kanë vesh për muzikë. Kanë vesh për muzikë. Vajza madhe ka qenë edhe në piano, vajza dytë këndon, por dhe 2 djemt shpesher i dëgjoj duke këndu shumë. Ke dëshirë ti të vazhdojnë ata? Dëshira ime është që të vazhdojnë. Që të vazhdojnë, sepse na nuk është që ja imponojmë pa tjetër me vazhdu me muzikën, po kur e shohmi që kanë dëshirë, atëre supportin tonë kanë me pas. Faleminderit shumë. Fotografia tjetër? Tani du dalë të fotografia e babit, sepse këtë e kam veçu si fotografi, që është fotografia më e përafërt. Ato 2 janë në fund, njëra është e babaj. Po, aty e fotografia e parë, do thotë jo me babajnë, se këtu jemi në këtë fotografi ku ngjojmë shumë. Do thotë unë ngjoj, mos them ofër 90-95%, dhe është fotografia më identike që ngjojmë. Dhe kur e shohin gjithë këtë fotografi, më thonë që je kopja e babajt. Edhe unë mendova që je ti. Përbesë. Veç me flok, ma të mëdha. Ma të mëdha, ja, po. Kjo për mu, kjo